Përbërja magjike që pastron venat. Në qoftë se keni nivele të larta të kolesterolit të keq në gjak dhe mundoheni në çdo mënyrë që ta reduktoni atë sa më shpejt, provoni të përgatisni recetën e salcës së mëposhtme. Brenda një kohe relativisht të shkurtër, venat tuaja do të pastrohen tërësisht dhe ju do të ndiheni më të shëndetshëm se çdo herë tjetër. Përbërësit: 300 gram hudhra, 500 gram qep, 1 kg gjysmë uthull molle, 1 kg gjalp. Përgatitja: fillimisht grini në makinë ngrirëse qepët dhe hudhrat, pastaj hidhini në një enë bashkë me uthullën e mollës për 24 orë, duke i trazuar her pas here. Më pas kullojini. Lëngun e mbledhur përziheni me mjaltin derisa të krijohet një masë homogjene. Më pas zbrazeni në shishe të vogla dhe ruajeni në frigorifer. Sa herë që të konsumoni sallat, në vend të uthullës mund të shtoni 4 lugë çaj nga salca e mësipërme. Kujdes, përpara se ta përdorni, konsultohuni me mjekun tuaj personal.